15 qershor. Ngriuni për vendin tuaj, por janë ngritur kudo. Propaganda falso e Palloshit, siç e cilësojnë lindët, si një figurë e madhe globale, ka rënë. Shqiptarët po ngrihen thuajse në çdo kryeqytet perëndimor. Nga Australia, në Washington DC, New York, Berlin, Vjenë, Milano, Rom, Athinë, kudo. Mbreti është lakuriq. Dhe ai dije, kur Tirana përsëri ishte mbushur nga oqeani i atij brezit hyjnor, i veshur si iranian, me bashkëshortën e tij sikur shkonte në plazh, me ambasadorin shqiptar që si shërbëtor mban valizet, shkon në Zvicër. Përse ecejaket e tij më shumë janë Dubai dhe në Zvicër. Pastrim me qindra milion dollar. Gjaku, djersa e atyre shqiptarëve që kanë të drejtë ta shporrin, ta zhdukin, por jo të shpëtojnë nga burgu. Dosjet e fundit të trafikantëve të lidhur me Ramën, me familjarët e tij që nga Ruba, janë të përbindshme, por media nuk i publikon. Do të mundohem që her pas here në kanalin tim t'i japim të gjitha. Rama ka ngritur një sistem me trafikantët e kokainës për të ndërtuar kullat përbindshme dhe Rama kontrollon çmimin e shitjes. Njësoj si diktatorët e vendeve trafikante. Ju kam thënë që agjencitë e përgjimit pastrimit parave kanë kapur disa qindra milion dollar të Abbey Bank në Cayman Island, në ishut e parajsa fiskale. Aruba është një ishull holandes pranë parajsave të mëdha. Personat që kanë vjedhur tokat në Zvërnec kanë investuar miliona dollar dhe përfshin gjithë spektrin politik. SPAK po gëdet përsëri. Ndihmë më të madhe për atë brez hyjnor që proteston nuk ka. Natyrisht që ka shumë që thonë që mikrofonin e marrin njerëz ndryshëm dhe ka thirrje dhe çuditshme. Nuk është e orkestruar, është një protest origjinale që del. Por ato fjalë ofenduese të Ramës, fashist, hajvan, rrugaç, nuk ka guxuar as Ramiz Alia në vitet 90. Edhe atëherë për Buznin, ku shyrin në për ambasada, ishin sa debil, thoshte Ramiz Alia. Fundin e Ramiz Alisë e dini. Të paktën përfundojnë qeli. Rama, me faktet që ka SPAK, në qeli do të shkojë. Rama dhe familjarët e tij. Dosja Sinaloës, dosja Arubës, dhe është Europa që po ndihmon shumë me gjyqjet e trafikantëve, me zbardhjen e bisedimeve ku del Rama i gjatë. Dhe janë këta europian që i kanë gjetur afro $1 miliard Ramës personalisht dhe njerëzve afër tij me transferta në Dubai. Janë ignorant. Dubai ka marrëveshje me FBI-n amerikanë. Nuk mban sekret. Zvicra ka pasur llogari sekrete, po përsëri me amerikanët i ndanë. Fundi i tij është vendosur. E vendosën ata mira shqiptar, të cilët po japin një leksion për gjithë Ballkanin. Një brez i zgjuar, një brez që studion, një brez që nuk do të jetë guzhinier, pastrues, i zau, lindave, familjes më kusare, më përbindshme, përfaqësuese e mbeturinave të këqija të botës antishqiptare. Nga ato pak që ndjek nga, sepse mikrofoni 10-15 metra dëgohet aty dhe ka njerëz që janë për shumë njerëz të 97-s, nuk duhet të flasim. Po ishte një djalë që studionte në Gjermani. Studionte për biokimi, për doktoraturë
Tha një fjalë shumë të madhe. Ju drejtua Ramës që ti pas ke thënë që Ika do të dalë, do të jap dorëheqjen e do të rritë fshati im. Jo, i tha, do bësh një pit stop në Burg. Dikush dhe mund të shqetësohet që pse masa kërkon Burg, sepse Burg i takon. Dhe Spak është ka tyre, sepse Spaku nuk kontrollohet nga kinezët, as nga sovjetikët. Spaku kontrollohet nga amerikanët. Dhe ajo heshtje e ambasadës amerikane nuk ka thënë asnjë fjalë mos dilni të protestoni. Edhe ambasadët e tjera. Besoj se do të fillojnë të mbështesin haptas. Në qoftë se Rama nuk tërhiqet në mënyrë paqësisht për të hapur rrugë. Natyrisht po pastron letrat, kërkon që pushtetin të lejë Partisë Socialiste me ndonjë delfin të tij, një deputete është larguar nga grupi, ka pasur presion, thuhet që ka qenë në një nga ambasadat perëndimore. 13 të tjera si ajo të largohen, Rama bie thjesht nga të vetët. Por kjo masë e madhe studentësh nuk kërkojnë thjesht kokën boshë të Ramës, sepse Rama fundin ja ka ngritur vetes. Kur media amerikane cilëson si Noriega, kur i e lidhur me Sinaloon, me Meganiku, me Rubën, me ato $100,000 të shpenzuara vetëm për një biletë NBA, kur organizoje aktivitete politike në Manhattan, janë falso. Shikoj tani se si protestojnë në New York. Ku i ke ata ushtarët e kokcepit që vinte për vota për diasporën? Zero. Të urrejnë kudo, ta kam thënë, të urrejnë familje, të urrejnë shokët, të urrejnë ish shokët, të urrejnë gjykatën kushtetuese. Sepse në 2013 Brezi, edhe Brezi mendoj që po vjen dikush nga Brezi, një lindur në Tiranë, qytetar, pavarësisht se përfaqëson një parti të gjak, do të arrijë të bëjë diçka pozitive. Ish gënjeve të gjithë. Ishte maskim. Dhe ti ju thua fashist ati Brezi shumë bukur, kur ti në 2010 harrove që bllokove bulevardin, hap kutit ose largohu kur i thue Berishës. Nuk të tha njëri fashist. Pezullove trafiku. Mendonin që kërkojnë një drejt, thoi se të ishin vjedhur, largohu tani, një të gjë. 83 deputeti këtë vjedhur, sepse duket lumi njerëzve që dhe. Ti nuk po ikën si kryetari partisë, nuk po ikën si kryeministër, ti po ikën si përfaqësues i krimit dhe i trafiqeve të drogës. Kjo është më e rëndë, por ky është portreti yt. Ndaj, mos kujto se të shpëtojnë ato vajtjet në Zvicër, nga pasi ke ata që merren me trafikantë, me familjar trafikantëve. Dosjet e Spakut, dosja Belinda Ballukut, pse nuk del, janë 16 faqe. Dhe këta trafikantë që kanë investuar në ato 10 kulla dhe rizorte. Kushdo që blen të ato rizorte, blen në pronat krimit. Dhe prokuroria ka drejt të sekuestrojë. Ndaj gjithkush që kërkon të blej duhet pyes. Nuk mund të shkosh të blesh tek trafikantët. Ato para janë para gjaku. Dhe Europa duhet të ulëras sepse janë fëmijët e tyre që vdesin nga trafiqet e trafikantëve të Ramës. Ndaj sulmi ndaj atij ka filluar. Nuk e duan Shqipërinë si Kolombia. Rama është thjesht jashtë ekuacionit. Ajo rinia e bukur ju ka dhënë shpresë gjithë. Mjafton që gjithkush në Tiranë thjesht 10 minuta të shpenzojë të jetë aty. Sepse peticionet në internet janë masive, me 1 milion, 1.7 milion për 24 orë. Rama është i vdekur, është kufon politike. Po merr fundin që meriton. Kam kohë që kam thënë, duhet Republikë e re, kushtetutë e re, parlament i ri, sistem i ri, futja referendumit. Mos ketë një car si Rama që vendos edhe për një
ndërtesën fshat edhe për kulla në Tiranë dhe vendos që të hikin dhe 1 milion të tjerë shqiptarë. Ata që mbesin të jenë shërbëtorë të Zahos, Lindës dhe ëndrave të tij për të sjellë grupet anti-shqiptare, qofshin këto dhe që futen. Fundi i pafra. Kudo në Shqipëri. Nevojë. Pjesëtarët e kësaj qendre i përkasin më së shumti komunitetit shqiptar, kështu që koordinimi me njëri tjetrin apo lojrat që zhvillojnë së bashku i bëjnë ata të kalojnë një ditë të këndshme e për më tepër në nënvikqyrjen e personelit. Gjithashtu zhvillojmë aktivitete jashtë qendre, si shëtitje në natyrë, vizita në muzeume apo ambiente të tjera shplodhje. Gjithçka është konceptuar në funksion të argëtimit apo shëndetit të tyre. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.